ndërkohë 2 vajza tjera i ka ky personi që nuk e di çfarë. Pra është një sistem. Këta kanë pasur siguri nga polici që kanë pasur brenda. Polici që shkapu, që bravo ju qoftë policisë që arritën ta kapin policin, polici që shkapu i ka dhënë siguri, sepse ka struktura, brenda strukturës policisë shtetit, që sigurisht vinë nga drejtuesit, që kanë siguri për të mbrojtur çdo lloj krimi. Mund të jetë ky prostitucioni, mund të jetë droga, mund të jetë çdo lloj krimi. Prandaj këta u strukturuan, nuk u strukturuan tot më përpara si Spartaku. Vetëm gjë për policin. Unë besoj se policia Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një rrjet kriminal ka gjithmonë një policë që ka bashkëpunuar me rrjetin kriminal, sepse nuk është imun policia e shtetit ndaj të gjitha problemeve dhe kriminalizimit. Tani po bën sikur është fenomeni i kësaj kohe. Fenomeni nuk është shqiptar, po strukturimi sjell rritje, sepse vazhdon rrjeti, kush merr më shumë, merr përqindje, pra sjell një lloj rritje dhe një lloj dukje për syrin e njerëzve. Është një strukturë tipike e çdo grupi që shfrytëzon. Është tipike dhe s'është normale, është jashtë normale. Kundërshtoj pak sa zoni Zhupa, policia është një punonjës policie rrugore, që nuk ka informacion për operacionet mirëfillta të sektorit të Zotit Kasimati, ndoshta ai ka shfrytzuar pozicionin e tij, atributet tek, pra duke thënë unë jam polic, por dhe duke mashtruar, por nuk besoj se ka pas influencë madhe. Këtë duhet na sqaroj policia, mund të ketë njohje me ndonjë pjesë të grupit. Është një nga policët më të mirë në rezultatet e policia rrugore, pavarësisht se unë nuk e di sot plotësisht, edhe nga kolegët e Zotit Kasimati, se cili është roli drejt për drejt atij. Ai mund dal nesër i pafajshëm, mund dal pa implikuar. Pra le të themi mos ta gjykojmë drejt për drejt atë punonjës policie dhe një gjë tjetër. Ka persona brenda grupit që nuk e njohin njëri tjetrin. Po patjetër. Do të thotë që porosin që e merr shtetësia FA nga shtetësi KK, shtetësia MG nuk e njeh shtetasin KK. Po patjetër, po grupet pra duhet parë dhe ky aspekt i funksionimit sepse është kjo lloj skeme që edhe KK-ja nuk e njeh shtetasin e që është punonjës policie, por AB-ja duke njohur dhe KK-n dhe ESH-n, shfrytëzon lidhjet e këto dy personave për klientët e tij në raport me mundësitë e vajzave që kanë dispozicion. Pra duhet të ta sqarojmë edhe nga pikpamja e organizimit të organizimit.